tani do të shkojmë dhe të shohim se cila ka qenë në atmosfera në Vlorë sot gjatë ditës, atje ku është mbajtur edhe ceremonia kryesore. Ne atje kemi në lidhje të drejt për drejt gazetarën kolegën ton Afrovita Hysaj, e cila është korrespondente në RTS, po e përshëndesim dhe shohim atmosferën nga Vlora. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dhe gëzuar edhe një herë nga qyteti i Vlorës. Gëzuar, faleminderit shumë edhe ju urojmë shumë për këtë fest, po propozoj që bashkë ta shohim një material të shkurtër rreth ceremonisë që është mbajtur gjatë ditës dhe më pastaj kthehemi dhe komentojmë bashkë. 28 nënturi është një nga ditët më të rëndësishme të historisë sonë, ngritja e flamurit dhe shpallja e pavarësisë në Vlorë, një qytet që në këtë datë nderon ngritjen e flamurit nga Ismail Qemali në vitin 1912. Simboli i rrugëtimit ton historik në Monumentin e Pavarësisë, ceremonia shtetërore u zhvillua, ku zyrtar të lartë nga presidenti Bayram Begaj, kryeparlamentari Niko Peleshi, kryeministri Edi Rama, por edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e të tjerë nën tingujt e himnit kombëtar vendosën kurora me lule në këtë datë të shënuar. Më 28 nëntor 1912, Kuvendi kombëtar i Vlorës shpalli pavarësinë e Shqipërisë, duke përbërë një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar dhe ishte një fryt i përpjekjeve dhe i luftrave shekullore të shqiptarëve për të mbrojtur tërësinë toksore të Adheut dhe për të formuar shtetin e pavarur. Me vendimin e Kuvendit të Vlorës, kombi ynë fitoi të drejtën e tij të pamohueshme për të qenë i lirë i pavarur krahas kombeve e popujve të tjerë të Evropës. E bëm këtë material të nderuar shikues, Afrovitën e kemi në lidhje të drejt për drejt. Afrovit, përshëndetje edhe një herë, linja për ju, që është atmosfera aty ku je, po edhe besoj që mundesh me na bëni një rezume se si ka shku e gjithë dita. Patjetër, si mund jetë përveç se një ditë feste, një festë e madhe që bashkon edhe një herë gjithë kombin shqiptar, gjithë shqiptarët nga të gjitha trojet të cilët vinë dhe festojnë pikërisht në qytetin e Vlorës. Unë dua ta nis përpara se në fakt për të bëjmë një përmbledhje sa i takon aktiviteteve të ditës së sotme edhe një herë me një falënderim zemre për gjithë shqiptarët e Kosovës. Duhet të themi se pjesa më e madhe atyre të cilëve sot kanë dalë në sheshet e qytetit të Vlorës, kanë festuar, kanë kërcyer, kanë kënduar, kanë uruar pavarësinë, janë pikërisht shqiptarët e Kosovës. Më shumë se sa të Shqipërisë e ndjejnë dhe për këtë vit kanë qenë ata të cilët kanë bizotruar themi nëse 113 vjetor të pavarësisë së Shqipërisë. Mirënjohje pafund. Ndërsa sa i takon aktiviteteve, Vlora është kryeqytet pa diskutim i gjitha festimeve për pavarësinë e Shqipërisë. Edhe këtë herë organizimet janë përshëndruar në qytetin e Vlorës, ka pasur 10 aktivitete përgjatë gjithë ditës së sotme, duke nisur që prej orëve të para të ditës, e cili edhe takimet të themi organizimet përmbyllen pikërisht nga ky shesh ku gjendem në këto momente, ku do të organizohet dhe koncerti i madh i mbrëmjes pranë bulevardit Ismail Qemali. Aktivitetet gjatë ditës kanë nisur me atë që dhe në materialin pak më parë, sa i takon ceremonisë zyrtare të ngritjes së flamurit dhe të nderimeve përpara monumentit të pavarësisë në sheshin e flamurit, me nderimet më pas të cilat kanë vijuar në varrin monumental të Ismail Qemalit me prezencë të autoriteteve më të larta të qeverisë të Shqipërisë dhe të Kosovës, ka qenë e pranishme presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, gjithashtu presidenti i Republikës së Shqipërisë Bayram Begaj, shoqëruar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ndërkohë që prezent gjithashtu ka pasur nga antarët e Parlamentit të Kosovës, ka qenë zëvendës kryetaria e Kuvendit të Kosovës, ka qenë gjithashtu zëvendës kryeministrja e Kosovës, duke u vijuar më pas me të gjithë të themi figurat e politikës shqiptare. Nderimi gjithashtu nga gjitha palët e politikës edhe këtë herë në qytetin e Vlorës, bashkuar Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim e më pas sigurisht edhe Partisë Socialiste. Pra, politika sot ka qenë e bashkuar ashtu sikur se kanë qenë gjithë kombi. Kanë vijuar më pas aktivitetet, kryesisht kanë qenë aktivitete argëtuese, por që pa diskutim kanë pasur
thelb dhe njohjen e historisë sa i takon 113 viteve më parë, çfarë ndodhi në ditën e shpalljes së pavarësisë, një njohuri e përgjithshme sa i takon firmetarëve të pavarësisë, duke vijuar më pas me shpalosjen e traditës dhe kulturës së qyteteve të ndryshme të Shqipërisë dhe të Kosovës, të cilët kanë qenë prezent ditën e sotme nëpërmjet valleve dhe grupeve të tyre folklorike, duke sjell pak sopës së secilës pjesë të territorit të Shqipërisë dhe të Kosovës, pikërisht në qytetin e Vlorës, pa përjashtuar këtu dhe sigurisht edhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Vlora ka qenë në fest, kanë vijuar më pas panajiret, ka pasur ekspozita të ndryshme, koncerte të ndryshme, aktivitete, parada nga fëmijët të shkollave dhe duke vijuar sikur se thash me bllokimin totalisht të bulevardit të Ismail Qemali për t'ia lënë këtë bulevard tashmë jo me automjeteve, por të mësorëve dhe sigurisht si koncerti të madh në të cilin pritet që të performojnë zërat më të njohur të skenës shqiptare, këngëtarët më të njohur të vendit të Shqipërisë dhe që sigurisht do të argëtojnë në këtë mënyrë të ftuarit të vizitorët të cilët kanë ngritur sot në qytetin e Vlorës. Edhe njëherë Vlora Fest, për fat mirë në këtë përvjetor të pavarësisë të Shqipërisë, pas viteve me radhë kur kushtet meteorologjike kanë qenë të vështira, themi dhe pavarësia e Shqipërisë është festuar në kushtet e shiut, këtë herë për fat mirë koha ka qenë e mirë, ka pasur një diell i cili ka qenë i ngrohtë dhe që i ka dhënë kështu më shumë mundësi gjithë vizitorëve dhe gjithë banorëve për ta shijuar këtë ditë të shenjtë. Ju falenderojmë shumë dhe padyshim ju lakmojmë gjithë juve që jeni atje dhe gjithë shqiptarëve të Kosovës të cilët kanë marrë rrugën për Tiranë dhe për Vlorë, siç përmende edhe ti, për të festuar bashkë të ditë që çdo vjet për neve është kaq e rëndësishme. Pavarësisht se ne kemi edhe pavarësinë e Kosovës, por megjithatë prapë 28 nëntori për neve është një festë shumë e veçantë dhe ndonjë 28 nëntor tjetër të presim në Prishtinë për me pa ose edhe kudo në Kosovë për me pa sa bukur festohet edhe te ne pavarësia e Shqipërisë. Kam qenë pjesë gjithmonë e pavarësisë Kosovës, kam parë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, knaqësi.